Braktisja e Kur'anit është një prej gabimeve më të mëdha që dikush mundet me e bën jetën e tij. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kur'ani mes tjera është ndërruar vllazën, e paraqet edhe një moment prej momenteve të ditës së gjykimit, ku vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ankohet Allahut për ata njerëz që çasjen ndaj Kur'anit e kanë pas shpërfillse. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe i dërguari do të thotë, o Zot, çta njerëz të mi e kanë braktisë Kur'anin. Braktisja e Kur'anit është një prej gabimeve më të mëdha që dikush mundet me e bën jetën e tij. Kur them dikush, kjo vlen në radhë parë për besimtarët, për arsye se ata që nuk janë të këtill, ata realisht edhe për shkak të çasjes ndaj Kur'anit nuk janë besimtar. Mirë po besimtari pas ka mundësi me e braktis Kur'anin, pas ka mundësi me pas çasje shpërfillse. Nuk interesohet me e ditë çka thot Kur'ani, nuk e lexon, nuk interesohet me e kuptu, nuk merr pjesë aty ku shpjegohet Kur'ani, nuk vepron si mas tij e kështu me radhë. Të gjitha këto ngecje realisht e bojnë besimtarin që të jetë në një farë mënyrë i akuzuar për braktisjen e Kur'anit. E kush dëmtohet më shumti prej kësaj? Askush më shumë se sa vetë ai i cili e ka braktis Kur'anin. Andaj Allahu i madhëruar e ka lëshu Kur'anin si një litar të fuqishëm edhe të sigurt, për të nxjerrë të gjithë ata të cilët janë në gremin, për të nxjerrë edhe si mundësi për të shpëtuar të gjithë ata të cilët potencialisht do të jenë në humbje edhe në shkatrim. Kur'ani është ajo e cila besimtarit i garanton shpëtim, i garanton edhe i ofron rrugdalje edhe zgjidhje nga çdo situatë e pakëndshme, edhe nga çdo gjendje me probleme e me halle. Andaj është humbje e madhe me qenë musliman e me e pas pranë vetës këtë Kur'an të mrekullueshëm e mos mja pa hajrin.